Sistemet e transportit Hyperloop. Ai është një koncept revolucionar transporti që propozon lëvizjen e pasagjerëve në kapsula përmes tubave me presion të ulët, pothuajse në vakum me shpejtësi që te i kalojnë 700 milje në orë, duke eliminuar praktikisht kohën e tranzitit midis qyteteve të mëdha. Ai përfaqëson një ndryshim të plot në teknologjinë e lëvizshmërisë që aktualisht po ndiqet nga disa kompani private dhe qeveri në të gjithë botën, duke shtyrë kufitë e fizikës dhe inxhinierisë. Ky dizajn ka për qëllim uljen drastike të rezistencës së ajrit, duke i lejuar kapsulat të arrijnë shpejtësi që te i kalojnë 1120 km/h. Kjo shpejtësi do të eliminonte praktikisht kohën e tranzitit midis qyteteve të mëdha, duke e bërë udhëtimin nga Los Angelesi në San Francisco po aq të shpejt sa një udhëtim me avion. Hyperloop përfaqëson një ndryshim të plot në teknologjinë e lëvizshmërisë dhe po ndiqet